Ekspertët nga Slovenia Maja Ravnik nga Fakulteti Mjekësisë në Maribor dhe Jasmina Jordan, të cilët përgatiten ekspertizën për rastin onkologjia, sot në gjykatën penale ju përgjigjen pyetjeve të prokurorisë, lidhur me protokollet që zbatohen gjatë trajtimit me terapi onkologjike. Ravnik theksoi se gjatë ekspertizës në 51 dokumentacione mjekësore të shqyrtuara, vetëm në një kishte shënim nga një konsolium multidisiplinar. Nga dokumentacioni i shqyrtuar, shihet se ndryshimet në trajtim nuk ishin shënuar siç duhet dhe shpeshherë ishin bërë pas një shpjegim. Ravnik theksoi se kishte pacient pa kontrolle të rregullta ambulantore dhe kjo ishte shënuar vetëm në një pjesë të vogël të dokumentacionit. Gjatësia trupore dhe pesha ishin shënuar vetëm në një mënyrë të vogël rastesh, kryesisht kur në dokumentacion kishte fletë terapeutike. Për komorbiditetin kishim edhe më pak të dhëna dhe shumë pak dokumentacione përmbanin ekzaminimin fizik. Në përgjithësi dokumentacioni ishte shumë i paplot. Për rastin onkologjia akuzohen ish drejtori i klinikës së onkologjisë Nino Vasev dhe 2 onkologë Simonida Cervenkovska dhe Dragan Jakimovski, të punësuar në klinikën e radioterapisë dhe onkologjisë në Shkup, të cilat akuzohen për trajtim të pakujdesshëm të pacientëve. Në procedura akuzua dhe Meri Peshevska, e cila mori dënim me 2 vjet burg, me kusht pasi pranoi fajin para gjykatës.